A është apo nuk është haram që fëmija jonë të shkojë në përmbrëmjet matura? Unë me plot goje, edhe me plot bindje, edhe me një mal argumentesh e thëmë, mbrëmja e maturës nuk është haram. Edhe ju plotësisht keni drejt me na thonë, valla bre hoxho, na thranot. Veç mos e qelsh YouTube-in, a Facebook-in, a X rrjetin social, se ki me gjetë aty. Ty të thonë, nuk është haram mbrëmja e maturës, a tjetrin hosh të thonë, haram mund bën me shku e më zgaboni e bambu me bambu. Na jena metë, nuk po dim çka me bu. Edhe me qëto fjoll tonat, na e kemi ndo popullin në dysh. E kemi ndo popullin në dysh. Edhe fatkeqësisht edhe po bojmë ka njëherë edhe për çomje që është shumë rrezikshme. Haram është mënyra, forma qysh fëmija jonë po i organizojnë mbrëmjet e maturës, po. Mënyra se si po shkojnë fëmija jonë në përmbrëmjet maturës, s'do men se është haram. Ndërsa mbrëmja e maturës, si kremte, nuk ka të bëj fare me haramin. Nga se kem argumente se Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam pas çdo sakrifice që na e bojna, në fund të asoj sakrifice na i kalon një fest, një kremte. Pas sakrificës së Ramazanit e kem kremten e Bajramit, për të cilën edhe në të cilën kanë festuar dhe kanë kremtuar edhe në të gjallë të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe kur ka ndoshur të pejgamberit mi ndol, pejgamberi ju ka thonë, leni, mos i mucni, let nga zlejnë, let festojnë, sepse kemi fest, kemi gzim. Nuk ka sakrificë më të madhe për fëmijët e tonë dhe për gjenerotat e tona, se nxonja e diturisë. Mas së cilës meritojnë nga zlim, meritojnë fest, meritojnë kremte. Amo ju të zhveshur, ju të zbothur, ju me alkohol, ju me degenerim, ju me gjona të cilat nuk i përkosin besimtarit e neve as fetarisht e as kombëtarisht.